Se nuk kam vizitu. Gjykata mbyll çështjen. Ku jemi? Kto facilno pati? Ja. Nuk ja drejtoj fama, ja drejtoj juve. A se na aciu tin përballu me mua. Se bashkë ata rripi kafe. Për ti po i provë, kështu po thotë. Edhe kështu është. Po kriminal. Jo, s'kam nevojë t'ja të shanë. Shanë t'ja e vetëm vetës tina. Po, nuk kam frikë fare, po flasë. Po. E spikër policinë e Lushës dhe përshetë e komisariat. Me gjithë, me gjithë zemrete. Kam pritë të një të rrisin neve, të taj tjerë. Ne i fusin policia s'ka faj fare. Fare s'ka faj. Kam 20 vjetë. E visi me shkopa gobe pistolet në një. Turpi matë. I kam të foto, me filmime e ota. E keni parë. Daci, pusti mrejna Daci. Ja kam filmur sa shullë do. Deputeti Asoran Daciu, doktor, unë vrama kriminella marrë raport për të mbyllë çështjen. Ky e ti. Valla. Çfarë bëhet? Si ka? Shi sa ditë e bukur me gjitha njerëz të bukur të çfarë bëhet? Shi tani të shikoni ca shëmtira. O millet, Rama ka siklet. 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 Ha? Protest. E që po bëjmë ca gjiro kështu për qytet. Jo, po mundohemi t'ja anashkalojmë, mos të përzijmë. Hajde, çao. Qa plani, ja, plano. Më duka që ki qëdit, shumë po okej. Po shije plagë. Kine fotografia. Ramambur Berishambur! Ramambur Berishambur! Ramambur Berishambur! Ramambur Berishambur! Misa një vjetë. Ha? Falë. Se nuk është e bukur? Burgo, asja fot katës. Ajo është Ramambur Berishambur! Ajo është shumë e bukur. Isha se. O legen, se po vjen, o Erion. O legen, prite Ramën se po vjen. O legen, prite Ramën se po vjen, o Erion.
vjen, o Erion, o legend, prite Ramën se po vjen, o Erion, o legend, prite Ramën se po vjen, o Erion, o legend, prite Ramën se po vjen, o Erion, o legend. Erion, Sapuni! Marrin qik, më mirë e zonë në tjere, disi janë për policë të planë, që unë tjeshtë. Po janë turistët bashko. Se si janë tjellë? Pisku. Bashkojnë dy klube. Organizoj një rinejna për atje. Për 5 minuta të Qa për se duhet për në pizet për atje? Hajde, mos ndani. Hajde, gjithë bash. Në parlamenti ka një të shi duhet me fola tu, bajzë. Ka marru parlamenti, këtë në orën 3. Prite Ramën se po vjen, o legend, prite Ramën se po vjen. Pa të gjejoni të gjemi të rajoni. Er zijn alle rechts mensen op links die willen
Oritman. Ai që do vije të Del Santino, Qa rajonet të kështë 2 muj rajon në rëlla? Hajde të njëshit gjithë të Janë arrestuar të tjerë. Hajde, kënishi, hajde! Hajde, kënishi, qura! Non si è chiamato per uno scano, però ha parlato con quelli di... Kënishi, gjithë! Djali mos filmo djalis.
Igu Veza. Prit me radhë, me radhë. Apo rrugën për Osman. Ka pysë njënë e gjënë gjithë. Ai u shtru presion? Qa thani? Jo. Sepse sa veta janë arrestuar. Sa janë mëna? 4 ditë dolëm edhe ti janë proces. Zonja, ka problem? Si shqipoj. Bravo! Shia thjesht u bon gjelos nga fjalë që thash ju me gaz, ne me veze, ti Rama i pa vezën dhe i thash me megafon. Nuk pranun beslidhjen e mashtruzve. Ju me gaz, ne me vez, e di Rama i pa bez. Ju me gaz, ne me vez, e di Rama i pa bez. Ju me gaz, ne me vez, e di Rama i pa bez. Ju me gaz, ne me vez, e di Rama i pa bez. Deputet, frikacak, deputet, frikacak, deputet, frikacak, deputet, frikacak, deputet, frikacak, deputet, frikacak, Gent Progni po futet për të bërë denoncimin, pasi sot e ka kërcënuar, dikush ka tentuar ta godasi me thik. Dhe më në fund, pas shumë tentativash për të bërë denoncimin e komisariati numër 1, më në fund pranuan që të marrin denoncimin e Gent Progni. Tani të bëhet denoncimin për një person që ka tentuar ta godasi me thik përpara toptanit. Defend Albania!
Edhe njerë për ta qartësuar për gjithë ata, sot bëhet fjalë për një video ku disa djemë që Gendi ka dyshuar se janë polic civil që vim për të parë protestën dhe për të ndikuar tek protestuesit, të shyrë frikë tek ata. Teksa Gendi ka filmuar, Gend Progni ka filmuar, njëri nga këta e ka kërcënuar dhe ka tentuar të godasi me thikë, ka nxjerrë thikën nga xhepi dhe ka tentuar ta godasi. Dhe në këtë moment, sapo Gendi është futur në komisariatin numër 1 pas shumë tentativave për disa orësh për të futur në komisariat që të bëjë denoncimin, ndërkohë që policia i thoshte që nuk kemi policë të apo gjë që ta marrin denoncimin tënd. Dhe pas disa orësh, siç e patë tek video, Gendi u fut për bërë denoncimin për atë që e ka kërcënuar dhe ka tentuar ta godasi me thikë.